Përderisa në këtë kuvend ka deputet shqiptar që thonë që nuk e kam problem me listën serbe, por e kam problem me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Për mu, fatkeqësisht edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, unë mendoj personalisht që e vetmja zgjedhje janë zgjidhjet. Pra, unë nuk me këtë mentalitet të deputetëve nga LDK, PDK e AK, me të vërtet është përkeqardhje, prandaj unë ju them me përgjegjësi plot tashmë sekretari komunës së Ogliqit, shihemi në zgjedhje dhe do ta shikojnë dhe sigurisht që qytetarët do t'ja tregojnë vendin këtyre që po i bllokojnë institucionet e Republikës Kosovës. Të gjitha deklarimet tashmë janë publike nga të gjitha subjektet politike, po shihet shumë qartë që këta e kanë problem me qeverinë e Kosovës, pra nuk e kanë problem me ata që e kanë sulmu shtetin e Republikës Kosovës, me ata që i kanë sulmu mediat në veri të vendit, pra janë me listën serbe e nuk janë me lëvizjen vetëvendosje dhe me kryeministrin këtë rast. Faleminderit.